Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta me sot buke dhe vaj ulliri që zhduk 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Shumica e njerëzve nuk kursejnë as pak për kujdesin e lëkurës, pasi ne të gjithë duam më të mirën që mund të arrijmë kur bëhet fjala për pamjen tonë të jashtme. Sidoqoftë ndonjëherë trajtimet më të mira mund të gjenden në natyrë, qoftë ato kundër akneve, shenjave ose rrullave. Në këtë video do të gjeni një recetë të tillë natyrale, e cila mund t'ju ndihmojë me shenjat, skuqjen e lëkurës, rrullat, aknet dhe krejt këto pa ndonjë efekt anësor të padëshiruar. Për të përgatitur këtë maskë natyrale ju duhen vetëm 2 përbërës, vaj ulliri dhe sodë buke ose ndryshe e njohur si soda e bukës. Të dyja përbërësit janë shumë më të mirë për lëkurën tuaj pasi mund t'i japin një shkëlqim të jashtëzakonshëm. Soda bikarbonat ka aftësinë të largojë qelizat e vdekura të lëkurës dhe të eliminojë shenjat dhe aknet nga fytyra, ndërsa vaji i ullirit ka veti të mira antiinflamatore, gjithashtu edhe antioksiduese dhe qetësuese, hidratuese edhe për organizmin, për një lëkurë më të butë dhe më të shëndetshme. Kombinimi i këtyre përbërësve mund të bëjë mrekulli për lëkurën tuaj, duke ju ndihmuar që të mos keni asnjë shenjë, prandaj mund ta provoni edhe vetë në këtë mënyrë duke kombinuar këta përbërës, sodë buke dhe vaj ulliri. Mënyra e përgatitjes së kësaj recete është shumë e thjeshtë. Merrni një enë të vogël dhe përzieni vajin e ullirit me sodën e bukës derisa të krijoni një masë homogjene. Vendoseni në zonën e fytyrës e cila është problematike, pasi nuk do ju lërë edhe shenja. E lini të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Përsëriteni këtë çdo ditë derisa të keni rezultatet të dëshiruara. Në pak javë do të bindeni edhe vetë se kjo maskë të bën mrekullin, pasi mund ta bëjë lëkurën më të shëndetshme dhe mbi të gjitha edhe plot me shkëlqim. Kur bëhet fjala për kujdesin e lëkurës, duhet të përdorni sa më shumë maska natyrale, të cilat do ju vinë në ndihmë edhe në kombinimin e recetave të ndryshme. Shihni se si mjalti dhe soda e bukës do ju ndihmojnë në vlefshmërinë e dukjes së bukur të lëkurës. Kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilës femër është që të përdorë produkte natyrale, të thjeshta dhe praktike dhe ndoshta edhe ekonomike. Sot, për të përmbushur këto nevoja, ne do të flasim për kombinimin e 2 ushqimeve natyrale dhe të shëndetshme, që pothuajse të gjithë i kemi në shtëpi, mjalti me sodë buke. Së bashku këta përbërës bukurie janë në gjendje të japin lëkurës një pamje më të shëndetshme dhe më të bukur. Receta bukurie me bazë mjalti dhe sodën e bukës do t'jap efekte mahnitse për shëndetin e lëkurës. Maska kundër rrullave me mjalt dhe sodë buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lënguj 1 limoni organik dhe 1 lugë gjedhe ujë. I përzieni të gjitha përbërësit derisa të përfitoni një krem që do ta aplikoni në fytyrë dhe përfitimet do të jenë të mahnitshme. Maska në fjalë duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i kësaj një herë në javë me ndihmën e një produkti të pastër do të ndihmojë në shndritjen e lëkurës dhe në eliminimin e akneve. Skrap me sodë buke dhe mjalt. Për përgatitjen e këtij skrabi duhet 1 lugë gjedhe sodë buke, 1 lugë mjalt organik dhe ujë mjaftueshëm për t'i përzierë të dyja. Në këtë mënyrë do të përfitoni një masë që duhet ta vendosni mbi fytyrë dhe masa të lahet. Prania e sodës së bukës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi që do të ndihmojë lëkurën të heqë qafe pa pastërtitë. Pasi të masazhoni mirë shplani dhe aplikoni një krem natyral, 2 ose 3 herë në javë. Ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e një lëkure të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet që lidhen me akumulimin e papastërtive. Maska antinjoll me sodë buke, uthull molle dhe mjalt. Për këtë maskë do ju duhet 1 lugë çaj sodë buke, gjysmë gote ujë dhe 1 lugë gjedhe uthull molle, 1 lugë gjedhe mjalt organik dhe lënguj 1 gjysmë limoni. Përzieni të gjitha përbërësit dhe masën e përfituar e aplikoni në fytyrë të pastër, duke lënë të veprojë për 15 minuta. E shplani me ujë në temperaturën e mjedisit. Përsëritja e kësaj gjëje një herë në javë zben njollat e lëkurës dhe gjithashtu ofron një mbrojtje më të mirë në dukjen e shëndetshme të saj. Aplikimi i produkteve të ndryshme gjithashtu mund ta bëjë lëkurën tuaj më të efektshme në mbrojtjen kundër problemeve të rrezeve të diellit. Soda e bukës është një përbërës që njihet gjërësisht për vetitë e saj të mrekullueshme në sektorin e bukurisë. Përveç se ka efekte zbardhuese dhe ndriçuese, ajo është një hidratues e mirë duke bërë lëkurën të mos jetë ashpër në prekje.
Soda mund të përdoret si një produkt bukurie për lëkurën, ashtu edhe për flokët. Ndaj në këtë video, sipas Brightside, do ju tregoj më disa përdorime që mund të provoni menjëherë aplikimin e sodës së bukës. Për trajtimin e akneve. Përbërësit për këtë përgatitje janë: një lugë gjedhe sodë buke, një lugë gjedhe me lëng limoni. Përzieni sodën e bukës me lëngun e limonit derisa të përfitoni një pastë të njëtrajtshme. E aplikoni në zonën e prekur dhe e lini për 5 deri në 10 minuta. Më pas e shplani. Mund të aplikoni çdo natë përpara se të flini për të marrë rezultate të qëndrueshme. Trajton lëkurën e thatë në bryla dhe në gjunjë. Përbërësit që duhen për këtë aplikim janë: një lugë gjedhe sodë buke, një lugë çaji vaj kokosi. I përzieni bashkë derisa të krijohet një masë trash homogjene. Fërkoni masën në bryla dhe në gjunjë dhe lini të veprojë për 10 minuta. Më pas e lini të rrjedh edhe në ujë i rrjedhshëm mbi të dhe shplani atë me ujë të freskët. Mund të përdorni gjithashtu si një eksofilant natyral. Përbërësit për këtë përgatitje janë një lugë gjedhe sodë buke dhe uji. Shtoni ujin me sodën e bukës derisa të formohet një masë kremoze. Më pas e fërkoni në pjesën e trupit që dëshironi me lëvizje rrethore. E lini që masa e krijuar të veprojë në lëkurë për 10 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. Rekomandohet të përdoret vetëm 2 herë në javë. Locioni për flokët. Përbërësit dhe aplikimi janë një lugë çaji sodë buke, 4 lugë gjedhe uthull molle, gjysmë gotë ujë dhe një avulluese. Vendosini përbërësit në avullues dhe e përzieni mirë përpara përdorimit. E aplikoni tonikun e përgatitur në flokë dhe në skalë 2 herë në ditë. Hidratues për duart. Përbërësi dhe aplikimi. Një lugë çaji sodë buke, një lugë vaj bajame. Përzieni përbërësit mirë në një tas dhe më pas e përhapni me një masazh të lehtë në duar. E lini të veprojë për 5 minuta dhe më pas i shplani duart me ujë të ngrohtë. Pastruesi skalpit. Përbërësit dhe aplikimi në këtë recetë janë një lugë gjedhe sodë buke dhe një shampo 250 ml. Hidheni sodën në shampo, tundeni mirë dhe vendosni të lani flokët si zakonisht. Në pak ditë do të filloni ta ndjeni lëkurën e kokës më të freskët, më të pastër dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Soda e bukës në produktet e bukurisë jap rezultate fantastike për shëndetin e jashtëm. Kujdesi për fytyrën është një pjesë shumë e rëndësishme e ritualeve të mirëmbajtjes për çdo grua ose burr dhe nuk duhet të ndjeheni më pak të përjashtuar. Megjithatë, në video tona ju kujtojmë her pas here rëndësinë e kujdesit për lëkurën që duhet të filloni me një dietë të shëndetshme. Përdorimi i kremrave të përshtatshëm që përshtaten me pashjen e lëkurës, kremrat kundër diellit e të tjera. Mënyra më e mirë për të përgatitur lëkurën para sezonit të verës është duke përdorur maska 100% natyrale të tilla si maska me kanellë, sodë buke, uthull molle, lëng limoni për të hequr qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit: 2 lugë çaji sodë buke, 1 lugë çaji kanellë, gjysmë limoni të shtrydhur dhe 5 lugë çaji moll. Përzieni të gjitha përbërësit së bashku derisa të përfitoni një masë homogjene. Aplikoni në fytyrë dhe e lini për 15 minuta, më pas e shplani atë edhe me ujë të ftohtë. Kanella përmban përbërës me veti antiinflamatore, që parandalojnë në shfaqjen e njollave në lëkurë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e akneve dhe poreve të holla, ndërkohë mjalti ka efekte antioksiduese që jep butësi fytyrës. Maska me sodë buke dhe qumësht. Kjo maskë është një nga maskat më të zakonshme të verës, pasi ka efekte hidratuese dhe shërben për të qetësuar lëkurën pas ekspozimit të parë në diell. Në një enë shtoni 2 lugë çaji sodë buke dhe 2 lugë gjedhe qumësht. I përzieni 2 përbërësit derisa të formohet një masë trash. Më pas me ndihmën e një sfungjeri të butë e shpërndani në lëkurë dhe në fytyrë, të cilën duhet jetë e lagur më parë. E lini në fytyrë për 30 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ngrohtë. Kjo maskë do të rikthejë elasticitetin e munguar të lëkurës, falë sasive të mineraleve dhe vitaminave që përmban qumshti, i cili ndihmon në rritjen e prodhimit të kolagjenit të lëkurës dhe ndihmon edhe në një dukje më të bukur të saj. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.